Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Do bëjmë leximin e radhës për ju, duke filluar me një letër goxha të bukur. Të dashur, mbretëresha e kupës. Në një periudhë ku ndjeshmëria është e fortë, por shpesh e fshehur pas logjikës. Binjakët po mësojnë të dëgjojnë ndjenjat, jo vetëm arsyeën. Kjo nuk do të thotë që jeni ju patjetër. Mund të jetë një person afër, një figurë femërore, dashur ose mbështetëse, që ofron mbutësi, mirëkuptim, dashuri në këtë kohë tensionit të juaj, të dashur binjakë. 5 kemi të shkopive, tregon përplasje. Mund të jenë të vogla, mund të jenë debate të mëdha, konkurrencë, apo mendime të shumta që të ngatërrojnë. Kjo nuk është energji negative, por një test për të parë nëse di të zgjedhësh prioritetet pa u shpërndar, pa u shpërqendruar. Themi shpeshherë, po sprovohemi, kjo duhet të jetë uroj të jetë sprovë, në këtë mënyrë, por nuk do të thotë patjetër. Është konkurrencë, është rivalitet, është debat, është konkurrencë, e thash atë, përplasje, e kështu me radhë. Pastaj, pas kësaj vjen karroca. Të dashur binjak, karroca për të marrë, por një forcë për të marrë drejtimin. Kjo është kur periudha ku binjaku ndalon së lëvizur në të gjitha drejtimet, të pak se i shpërqendruar, të dashur binjakë, edhe aty edhe këtu, edhe aty edhe këtu, në atë kuptim, ndalon së lëvizur në të gjitha drejtimet dhe zgjedh njërën rrugë. Një vendim i qartë mund të sjellë fitore, pa u shpërqendruar, pra, ose përparim në një fushë të rëndësishme, mund të jetë punë, marrëdhënie apo projekt personal, të dashur binjak. Dhe 3 të monedhës, flet për bashkëpunim. Pra, duke u drejtuar, i pashpërqendruar me këtë letër këtu, në një drejtim për të arritur tek ai. Kjo është bashkëpunim që mund të sjellë sukses në punë me të tjerët dhe me një farë mënyrë një energji që e lejon të të ndihmojnë, se kur je qartë ti, din dhe qartë tjerë të të ndihmojnë. Kur je lëmsh ti vetë dhe shpërqendruar nga si, ku të fillojnë, më kupton? Mos e bëj çdo gjë vetë, pra, sepse të tjerët mund të sjellin ide që forcojnë vizionin tënd dhe vërtet t'ju ndihmojnë në atë çfarëdo që është në pyetje. 4 të shpatës tregon këtë lëmshin tënd në fakt, apo të shpërqendruar në shumë vende. Dëgjoj, gjithë kemi jo vetëm një problem apo një shqetësim, kemi disa, por është gjithmonë më e mira, më e duhur, ajo që është më e rëndësishmja për momentin, të përqendrohemi aty, dhe jo komplet absolutisht se ne duhet dhe të jetojmë, por që në kuptimin asaj më shumë aty dhe të mos shpërqendrohemi vende tjera. Nga që kjo tregon situatën e juaj, kur jeni të shpërqendruar jashtëmase, kërkohet një pushim mendor pas gjithë luftrave. Truri yt apo mendja jote ka nevojë për qetësi. Ky pushim nuk do të thotë dorëzim, të dashur binjak, është rigjenerim. Pas këtij vjen asi i monedhës, që është ai stabiliteti. Një mundësi e re konkrete, stabiliteti apo siguria, diçka që sjell para ose ndjenjë fillimi të diçka e solide me këmbë në tokë. Do të thotë, këtu i gjithë leximi juaj është mos lufto me mendimet e tua. Fitoj vetëm vetëm kur vendos në rresht dhe i shërben një qëllimi, siç e thash që parë. Qetësia është arma jote dhe pas asaj vjen një mundësi që do të shpërblej çdo durim. Do thotë, pak më shumë durim, pak më shumë përqendruar në një gjë dhe pastaj çdo gjë do vinë në vendin e vet. Të dashur binjak.